Na jemi konë një grupi avokatëve Kosovës që mi marrë gati kretë proceset politike kemi përcjell. Na bashkë kretë kemi arritë, që na për shembull për Gjakovë kështu, gati pak për arshtim kemi marrë pjesë në gjitha proceset që janë zhvilluar kundër Gjakovarëve. Edhe në Prishtinë kemi marrë pjesë për shembull në nivel të Kosovës kur në gjyku grupi i Ministrisë Punëve të Brendshme. Po me thonë drejtën në atë kohë, të në rastet gati kanë qenë identike. Unë mas luftës faktikisht jam angazhu me kërkesën e fondit për drejtën humanitare, jam angazhu në proceset politike shqiptarëve që kanë qenë të arrestuar të bartën në Serbi. Me qenë se me njerë mas shlirimit, me njerë me datën 10 qershor, kretë burgosurit, Serbia i ka marrë me veti ka shumë Serbi. Edhe unë me thonë drejtën këtë kuar në pas probleme edhe me pushtetin e atëhershme, se neve në ka përcjell permanent në të nëna gjykimet kanë marrë pjesëtarët e sigurimit shtetit atëhershme, tutbes, si kanë thonë. Edhe thësha vetë me veti, kur të kryet kjo luftë njëre, për gjithmonë mësë me pas punë në Serbi, po mas njerë puna me shku në Serbi për burgosin politik, me qenë se fillimisht kur kemi shku, na faktisht kemi shku për burgosin, kemi shku për personat e humbur, personat e pagjetur. Llogaritshëm që më shku në vizita të burgosit politik të Kosovës, ata mund dinë diçka për ata personat cilët atjerë nuk janë gjetë. Po, jemi kyçën në proces, mas ne kemi metë. Unë kam punu bashkë me një kolegë Mustafa Radoniqin edhe i Bishhotin, i cili ma vonë është vra. Edhe kemi vazhdu unë kam vazhdu deri sa dali burgosur i fundit politik i Kosovës në Serbi. Deri sa u bë marrëveshje mes Shovicit edhe Stajnerit, përfaqësues special të sekretarit përgjithshëm, edhe e ndalë mas në kretë burgosurit në këthy në Kosovë, praktikisht mas e me vazhdu punën në Kosovë. A e me thonë drejtën atëherë, kur i konë na në sistem një partijak, po në lamin për shembull civile nuk ka sot as atëherë në lamin juridiko-civile, në raporte pronësore, kompenzimet e damit e tjera, gati që njëjtat dispozita janë pak sa ma të avancume. Sistemi juridik në Kosovë i mas luftës, fillimisht se ka pas kontrollin kryesor UNMIK-u. Mas UNMIK-ut Nordha Uleksi, edhe normalisht edhe gjyqtarët e prokurorit e Kosovës kanë qenë. Po sistemi juridik, sistemi gjyqësor në përgjithësi ende nuk është konsoliduar. Për shembull ka shumë vonesa të caktuar në land që vanohen me vitet tona. Për shembull, Bopadin civil në Prishtinë 5 vjet nuk thirr kush. Mas 5 vjetëve fillon procesi. 2-3 vjet zgjat procesi, shkon lënda në gjykatë të apelit, për shembull, që njëna po ankohet, edhe atje vazhdon 4-5 vjet zgjat. Kështu që ka probleme serioze, cilat eventualisht pritet që të konsolidohet situata, po ka numër të vogël të gjyqtarëve, e ka lëndë dukshëm ma shumë vinë lanë se sa si zgjidhen. Kështu që e mali i landëve vjen të rritë. Andaj pritet një të ardhshme ka indikacione që do të përmirësohet situata, po aktualisht kështu është. Dhe na sistemin gjyqësor udhëheq Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Domethënë praktikisht sistemi gjyqësor është i ndan krejtësisht për pushtetit administrativ, domethënë për pushtetit ekzekutiv edhe ligjvendës. Mirë po, përkundër përpjekjeve, këtu duhet numri morriti i gjyqtarëve, dukshëm morriti, esencialisht për me dash mu azhëru gjendja faktike, dhe faktikisht se ndër të drejtat elementare njerëzore me Konventin Evropiane për drejtat njerëzit është edhe gjykimi në fat të arsyeshëm. Tutë na ajo drejt shkelet për shumë shpesh. Bile na i kemi edhe disa ankesa që kemi bërë gjykatë kushtetuese që ka gjetë gjykata kushtetuese se ka shkelet drejtat në gjykim në fat të arsyeshëm bazë nenit 6 të Konventës Evropiane për drejtat njerëzit edhe nenit 31 Kushtetutës së Republikës Kosovës. Kështu që shpresat janë që do të avancohet sistemi, po shumë ngadalë për shkak. Palët janë me interesat ndryshme
sistemi ato palët se cila ka pozitën e vetë gjithmonë kur shumë rrallë ndodh me qenë dy palët të knaqën, kështu që njeni qaj që e hu kontestin zakonisht është i paknaqën, ai tjetër kush e fiton kontestin mendon që është funksional sistemi, megjithatë në përgjithësi sistemi këtu funksionon, nuk funksionon edhe konturat janë relativisht mira, dispozitat ligjore janë përshtatshme për shkak se një pjesë e madhe e dispozitave ligjore janë përshkrimi i dispozitave perëndimore, kështu që për me ligje relativisht mirë është gjendja, po për zbatim të tyre në jetë ka ende probleme. Por raste kur përfaqësojmë palën tjetër që është e akuzuar asi do të bëjmë përpjekje që të realizojmë të drejtat. Na si avokat për shembull në lanë penale mbrojmë edhe njerëz që kanë kryer vepra të rënda penale. Shumë shpesh fatkeqësisht pozita e avokatit identifikohet me ato të personit që ka kryer vepër penale. Ne nuk identifikohem me veprën edhe solidarizohem me veprën që ne ka kryer personi, po ne ofrojmë ndihmë juridike që të mos i shkelin të drejtat e tij, drejtat ligjore edhe procedurale, aq prash sa ka mundësi me ndihmu, domethënë me uzu, me njoft të drejtat çfarë mundet me realizu. Shumë shpesh ato të drejtat nëse s'mundem më realizim në shkallë parë, paracesim ankesa në shkallë dytë, nëse zbona nuk kem sukses as në shkallë dytë, ka njerë ndodhin në gjykatë supreme që kemi sukses, ose ka raste edhe në gjykatë kushtetuese si instanca më e lartë. Konsolidimi të sistemit ligjor në Kosovë është detyrë neve kosovarëve, se ata praktikisht në kohën kur Kosova do të themelu institucionet kanë fillu procesin nëpërmjet tyre, ka shku krejt drejtësia e fillimisht. Mas ne kanë fillu edhe më rikthy në punë ish gjyqtarët e mëparshëm që kanë pas përvojë punë, edhe praktikisht Kosova sistemi ka funksionu sado që ka qenë i brisht